na mori vitet më të bukura me prindrit tanë. Sot dua të flas për një temë që po na hap për brenda çdo ditë. Për prindrit tanë që po plaken me telefon në dorë. Për nënat që na presin me zërin që u dridhet dhe me syt që u lotojnë sa po mbyllet telefonata. Për baballarët që bëjnë si të fortë po sa mbyllet telefoni, ulet koka dhe loti u rëshqet në heshtje. Dhe ne jemi shpëndar në përbotën, ndërsa ata janë atje, duke u plakur vetën e duke na pritur siç pritet një mrekulli. E dini çfarë është më e rënda? Kur e sheh që po thinjen nga muaj në muaj dhe s'mund t'i prekësh dot. S'mund t'u fshish dot djersën dhe s'mund t'u thuash jam këtu me një përqafim, por vetëm nga ekrani. Ata nuk kërkojnë shumë, s'kërkojnë as luks dhe as fjalë të mëdha, po kërkojnë vetëm të mos plaken pa ne pranë. Dhe ne jetojmë me dhimbjen që nuk e tregojmë, se na duhet të punojmë, na duhet të qëndrojmë të fortë dhe na duhet të bëjmë sikur jemi mirë. Por e vërteta është se shumë prej nesh jetojnë me frikën e një telefonate. Jetojnë me frikën se s'mund të arrin dot në kohë. Kështu është e shkruar për popullin tonë, një politik që i detyron fëmijët të ikin dhe i lë prindrit të plaken vetëm. Unë nuk e dua këtë fat. Unë dua t'i kem pranë siç e meriton çdo prind. Dhe sot, kushdo që e dëgjon këto fjalë ta di se emigrimi nuk na mori vetëm trup, por na mori familje, na mori vitet më të bukura me prindrit tanë. Ju shëndes.